Per pjesëme të madhe të botës, fjala Yakuza shell në mendje, imazhe burrash me kostume të persosura, trupat e mbuluar me tatuazhe shumë ngjyreshe dhe gishtat e amputuar. Shtangje organizate, e mbështjelle me ngje ore mistri dhe rreziku, por historia e saj e vërtetë nuk fillon në Rokakieit e Tokios apo portet e Yokohamas. Ajo fillon në balte, në varferi dhe në refuzim. Vetë emri Yakuza është ngje rrefim i origjinës së saj. Vjen nga ngje logje tradicionale me letra e kuashtur oj shokabu. Në këtë logje, dorame e keke e mundshme është kombinimi i numrave 8, 9 dhe 3. Në japonisht, këta numra shkiptohen ja, kudhesa. Të gjeshnje Yakuza fjale per fjale do të thotë të gjeshnje, 893, një dore hambese, një i përgjashtuar nga shokeria. Pelkeni, abonohuni dhe shperndajeni. Le të fillohme. Per të kuptuar se si këta humbes, u bene mafia me e strukturuar në planet, duhet të kthehemi në shekullin e 17. Në fillim të periudhes Edo, në këtë Japoni të bashkuar, por të ngurte, mizhera samuraj mbeten pa zotërinj pas përfundimit të lufterave civile. Këta luftetare, të njohur si Ronin, endeshin në perven pa kelim. Disa u bene bandite kë bastisnin fshatra, ndërsa të tjere zgjodhen të mbronin qytetaret në kembim të ushkimit ose parave. Megjithatë, paraardhësit e vërtete të Yakuzas moderne dolen nga di grupe shokerore shumë specifike. Tekia dhe Bakuto. Tekia ishin shites ambulante që frekuentonin tregjet dhe paneret e tempujve. Ata ishin gjerez që nuk kishin vend në sistemin japonez të kastave. Per të mbigjetuar, ata formuan snafe të mbillura ku mbronin gjerit gjetrin nga mashtrimet të policia. Keveria Tokugawa e pafte per të kontrolluar kausin e treggjeve, vendosi të gjepte atyre legitimitet zyrtar. Atyre u legjohej të mbanin një shpatet e shkurter dhe të kishin një mbjemer, privilegje që me pare ishin të rezervuara per samuraj. Në kembim, tekia duhej të ruanin rendin në tregjet e tyre. Kështu lindi ideja e një organizate kriminale që funksiononte si një autoritet paralel, një e keke e domosdoshme, per të parandaluar që shokeria të binte në anarki. Nga ana tjetër, ishin Bakutot, logjtaret e fatit. Në një Japoni ku bikshozi ishte i paligshëm, këta burra vepronin në higjen e haneve dhe përgjate rrugeve. Bakutot ishin ata që zhvilluan shumicën e traditave që tani i lidhim me Yakuzan, siç janë tatuazhet e shumta dhe rituali jubitsume. Ndërsa tekiat shiheshin si tregtare të ashper, por të dobishëm, Bakutot ishin luftetare rruge. Burra që jetonin sipas një kodite reptendrit e bazuar në besnikerit e guksim. Me kalimin e kohes, këto di grupe u bashkuan, duke krijuar një strukture unike që përzjente mprehtesine e biznesit me disiplinën ushtarake. Nga gjithësi kë, e mbajti, këte organizatet e bashkuar per shekuj me radhe ishte sistemi Oyabun Kobun. Ki është qelesi per të kuptuar pse Yakuza, është kake veshtire per të zhdukur. Oyabun du të thote baba dhe Kobun du të thote bir. Kur një rekrut i rihin në organizate, mbahet një seremoni rituale me sake ku ai betohet per besnikerit e përgjithshme ndaj shefit të ti. Ku nga ai moment, lidhjet e tij të gjakut me familjen e tij të vërtetë ndërpriten. Oyabun i tij është babai i tij i ri dhe bashkëpunëtoret, e tij janë veleserit e tij. Kjo strukture artificiale familjare nëksit një besnikeri që shkon shumë për të i parave. Është çështje identiteti dhe mbigjetësi. Një Kobun duhet të gjeta i gatshëm të shkojë në burg ose edhe të vdese për të mbrojtur Oyabunin e tij, pa asnjë pjetje. Kjo lidhje ishte thelbësore gjatë restaurimit me igjin e fund të shekullit të 19. Ndërsa Japonia modernizohej me shpejtësi për t'u ngjarë perëndimit, Yakuza e pozicionoi veten si mbrojtës të vlerave tradicionale japoneze. Shumë prej tyre ju bashkuan shokerive sekrete ultranacionaliste, duke bashkëpunuar me qeverinë për të krijuar detira që ushtria ose policia nuk mund t'i krijenin zyrtarisht, të tilla si spionazhi gjashtë vendit ose shtipja e grevave të punëtorëve. Ishte gjatë kësaj periudhe që Yakuza pushoi se keni një bande kumari e kiteteve të vogla dhe ube në një forse me ndikim politik me shtrirgje kombetare. Megjithatë, pavarësisht fukisës së tyre në rritje, Yakuza nuk e harroi kurrë origjinën e tyre si famigje të marginalizuarve. Në komunitetet e tyre, ata shpesh e parakitnin veten si mbrojtës të varferve. Nëse ndodhte një fatkeqësi natyrore ose nëse krihej një padrejtësi nga një zyrtar i korruptuar, Yakuza ndërhinte para shtetit. Kirolsi, kalores të nates, u gjepte atyre një nivel pranimi shokeror të pakrahasueshëm me grupet e tjera të krimit të organizuar në mbare boten. Në Japoni, selite e Yakuzas nuk janë të fshehura.
Ato shpesh kanë plaka metalike në derek e mbajnë emrin e klanit të gjanet e regjistruara ligjërisht në polisi. Por mos gaboni, pas kodit të nderit të mbrojtjes së komunitetit, dhuna ishte gjithmonë e mgjeti përfundimtar. Konfliktet midis klaneve për kontroll territorial në qytete si Osaka dhe Tokyo ishin brutale. Ishte ne këtë e mgjedis rreziku të vazhdueshëm ke ritualet e sakrifices, kena duken të tmerrshme sot u persosen. Burrat që ju bashkuan Yakuza se dinin se po hinin në një rrugë e pakthim, ku gabimet paguheshin me mish dhe tradhtia me gjete. Skena ishte përgatitur për kalimin në shekullin e ngjezete, ku Yakuza do të përballej me luftera botërore dhe pushtimet e huaja. Duke evoluar në një gigant të krimit të organizuar që do të kërcenonte vete stabilitetin e toke se djelit që polind. Të bashkohesh me Yakuza nuk do të thotë thjesht të bëhesh një bande kriminale. Është të nënshtrosh trupin dhe shpirtin një transformimi të paktjeshëm. Di elemente e përkaktojnë vizualisht dhe fizikisht një anetar të organizates. I rezumi, ose tatuazhi tradicional, dhe jubitsume, akti i prerje se një gishti për nder. Keto nuk gjane thjesht dekorime ose ndeshkime të rastesishme, por shenjat e një identiteti kë e ndan për gjithmone nxjerjun nga shokeria civile. Ato gjane prova këndrueshmërje, kë demonstrojnë se individi eshte i aftet i rezistoje qdo torture në vend kë të trattoje familjen e ti kriminale. I rezumi, eshte ndoshta karakteristika me ikonike e Yakuzas, ndryshe nga tatuazhet perendimore të bera me makina elektrike, tatuazhet tradicionale japoneze, behen duke përdorur tekniken të bori, kë do të thotë gdendje me dore. Një artist mjeshteri tatuazheve përdor një shufer bambushe ose metali me gjilpera në fund për të fytyr manualisht bojen në lekure. Shte një proses jashtëzakonisht i ngadaltë, i kushtueshëm dhe mbi të gjitha i dimshëm. Një set i plotë tatuazhesh mund të zgjasë kindra ore dhe disa vite për të përfunduar, duke kushtuar $10,000. Dizajni i tatuazhit zakonisht mbulon shpinen, vithet, kofshet dhe krahet, por ekziston një rregull themelor. Tatuazhi nuk duhet të jetej dukshëm kur burri vesh kostum ose kimono. Një vigje e paster lekure e pa tatuazhuar zakonisht lihet në kender, të gjoksit dhe parakrahet lihen të zhveshur. Kjo i lejon Yakuzas të përzihet në jetën publike, duke zbuluar identitetin e taj të vërteteve vetëm privatisht ose para armikve të taj. Motivet shpesh gjane mitologjike, dragonç që përfakesojnë mensurine dhe fukine, peshkit koj që simbolizojnë kembengulgjen, ose samuraj historik që misherojnë guksimin, të durosh dimgjen e të borit. Procesi i tatuazhit është riti përfundimtar i kalimit, nëse një burre nuk mund t'i rezistoje gjilperave. Konsiderohet se ai nuk do të jetë në gjendje t'i rezistoje presioneve të një jetë krimi. Por nëse një tatuazh është shenjë krenarie, jubitsume është shenjë turpi dhe shpengimi. Ky ritual konsiston në amputimin e falanges së pare të gishtit të vogël të mashte. Origjina e tij daton nga kumarksinjta e lashtet e Bakutos. Në shpatari japoneze, 3 gishtat e fundit të dores se mashte gjane ata që e kapin katanen me fort. Duke hambur magjen e gishtit të vogël, burri humbet forsen në kapjen e tij, duke e bere atë me të varur nga zoteria i taj për mbrojtje, pasi aftesja e tij me shpaten zvogëlohet. Është një akt në nshtrimi total. Jubitsume krihet përgjithësisht për të kërkuar falje për një gabim të rende ose për të shpëtuar jetën e një vartësi. Rituali është i papërpunuar. Shkelesi vendos doren mbi një kopet të pasterdhe. Me një etikë jashtëzakonisht të mprehte ose një tanto i pret majën e gishtit. Pastaj e mbeshqel gishtin e prere me mendafsh dhe i aparaket o jabunit të tij si një oferte pakegje. Nëse gabimi per seritet, falanga qeter pritet, ose ata fillojnë me një gisht të dores qeter. Në Japoninë moderne, të shohesh një burre me gishta ke mungojnë është një flamur i mengjëhershëm i kuk ke mbyll të gjitha dyert për shokerin e ligjore. Kikot gjaku krijon një barriere psikologjike të pakapersjeshme. Një Yakuza me tatuazhe dhe me gishta të amputuare dise nuk i perket me botes se katagi, një rezve të zakonshëm. Ai nuk mund të shkojë në banjo publike, nuk mund të higje në shumë palestra dhe keto dite. Madje i është ndaluar hirgja në disa hotele. Ki izolim i veta imponuar per forkon besnikerin e ndaj klanit. Nëse bota e jashtme të refuzon, shtepja gjote e vetme është organizata. Klani nuk është vetëm puna gjote, është shansi e ti vetëm për mbigjetese. Nderi, ose giri, është anaqeteri medaljes. Giri është një detyrim moral që duhet për mbushur me çdo kusht. Nëse një ojabun gjuka bere njender, ose gjuka shpetuar nga rruget, gjukeni një borgs që mund të zgjase një gjeti. Kjo etike është ajo që Yakuza e quajnë ninkyo, mënyra ezoterise humanitar. Edhepse janë kriminale për pjesën tjetër të botes.
Ata e shohin veten si trashëgimtare të Bushido, mbrojtës të një rendi tradicional kë Japonia moderne e ka harruar. Megjithatë, kjo pikëpamje e romantizuar përplaset vazhdimisht me brutalitetin e aktiviteteve të tyre. Kontrolli i prostitucionit, trafikut të droges, logjerave të fatit të paligishme dhe zhvatjes janë temeli financiar kë lejon kë keto rituale të vazhdojshme. Ndërsa shekulli i 20 përparonte, Yakuza filloi të kuptonte se nderi dhe tatuazhet nuk ishin të mgjaftueshme për të mbigjetuar, në një bote që ndryshonte me shpejtësi. Ardhja e luftës, sedite botërore dhe pushtimi pasues, Amerikanë detyruan organizatën të evoluonte, duke u zhvendosur nga tregjet e rruges në nivelet më të larta të pushtetit kombëtar. Kalimi i Japonise drejt modernitetit në fillim të shekullit të 20 nuk i dobesoi Yakuzat. Përkundrazi, u siguroi atyre një fushë të relogje, politikën nacionaliste dhe ekspansionizmin imperial. Gjatë viteve 1920 dhe 1930, vijandarese kuendante krimine e organizuar nga patriotizmi fanatik u bë pothuajse e padukshme. Shume udhëheqës të Yakuzas, të cilet gjithmonë e kishin konsideruar veten mbrojtës të identitetit japonez, u rrestuan me fraksione të ekstremit të gjatë. Këto grupe, të njohura si Uyoku Dantai, perdoren bandite klanesh për të frikesuar politikanet liberale, për të tjerë grevat e punatoreve dhe për të heshtur çdoze kë kundërshtonte militarizmin në rritje. Figura me emblematike e kësaj epoke ishte Mitsuru Toyama, themeluesi i shokerisë okeanit të zi. Edhe pse nuk ishte një Yakuza në kuptimin tradicional të një kumarksiu rruge, ai vepronte tamam si i tille, duke përdorur një ergjet spionesh dhe vrasësish për të ndikuar në politikën e jashtme të Japonise. Nën krahun e tij, klanet Yakuza u zgjeruan në të gjithë kontinentin aziatik, duke ndjekur gjurmet e ushtrisë perandorake në Mansurit e Kine. Atje, Yakuza menaksoi punën e ndyre të pushtimit, siç ishte kontrollimi i strofullave të opiumit dhe menaksimi i logjistikës në higje. Duke gjeneruar fitime astronomike kë financuan si klanet ashtu edhe operacionet e inteligjencës ushtarake. Megjithatë, pika e vërtetë e ktheses erdhi me fundin e luftës së dytë botërore. Në vitin 1930, Japonia ishte një vend i shkatërruar fizikisht, i pushtuar nga trupat amerikane dhe me një ekonomi mbigjetese. Qeveria dhe policia u mposhten ose u shperbene nga autoritetet e pushtimit të udhëhequra nga generali Douglas MacArthur. Në këtë vakum absolut pushteti, Yakuza jo vetëm mbigjetui, por lulezoi. Dolen gurentaj, banda kriminalesh shumë me të dhunshme dhe me pak respektuese ndaj kodit tradicional se sabakuto e vjetër, i dedikuar ekskluzivisht për tregun e zi. Në një Japoni ku ushqimi dhe ilaçet ishin të pakta, Yakuza kontrollonte furnizimet. Tregjet e tyre në agjer të hapur, të njohura si Aozora Ichiba. Ishin i vetmi vend ku qytetaret e zakonshëm mund të merrnin orizose veshmbatje, por ki kontroll nuk ishte pa konflikte. Pushtimi soli me gjera punëtore nga ish kolonita, si koreane dhe kineze, të cilet gjithashtu u përpoken të kontrollonin tregun e zi. Kjo shkaktoi lufte brutale urbane. Policia japoneze, fillimisht e ndaluar nga amerikanet të mbante armes zjarri, ishte e pafukishme për të ndaluar betejat e ashpran e kitet e si Kobe dhe Tokyo. Ishte gjate kësaj periudhe kaosike ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Policia dhe autoritetet amerikane të pushtimit filluan të përdorin klanet tradicionale të Yakuzas për të luftuar bandat e huaja dhe grupet komuniste që po forkoheshin brenda sindikatave. Yakuza u shënderua nga një armik publik në një aleat taktik në luftën për të ruajtur rendin shokeror dhe për të ndaluar për hapjen e komunizmit në Japoni. Ka gjo marrëdhënie komoditeti, legjoj ke organizatat e institucionalizohej në një mënyrë që pak mafia e ka arritur. Në kembim të mbajtjes së rrugëve pakesore dhe shtypjes së protestave të majta. Atyre ju legjua të operonin bizneset, e tyre të logjerave të fatit dhe prostitucionit me pandeshkueshmëri relative. Kjo periudhe e pas luftës pa edhe ngritjen e një brezit e ri, udhëheqësisht që e kuptuan se Yakuza duhet të vepronte si një biznes modern nëse donte të mbigjetonte. Kontrollimi i një rruge të vetme apo tregu fshati nuk ishte me i mjaftueshëm. Klanet filluan të federoheshin, duke krigjuar struktura kombetare me migjera anetare. Duna e Gurentaj u bashkua me disiplinën e Bakuto, duke krigjuar një organizate hibride të afte permizori ekstreme, por edhe të afte në veshjen e kostumeve dhe kravatave për të negociuar në zirat e kompanive të ndërtimit që ndërtonin Japonine e re. Deri në vitin 1950, Yakuza nuk ishte me një grup i marginalizuar në periferi. Ata ishin në zemër të rindërtimit ekonomik. Ata kontrollonin portet, fukin e punëtore të ndërtimit dhe industrine e argetimit. Ata kishin kaluar nga tatuazhet e fshehura në kimono në menaksimin e bukseteve multimiliona dollareshe në higje.
Megjithatë, kjo rritje masive do të sillte me vete tensionet e brendshme të palurueshme. Lufta për të pare se kush do të behej shogun i krimit të organizuar japonez. Ishte gati të shpertente dhe skena kryesore do të ishte kyteti i Kobes. Ku një njeri i vetem do të transformonte një klan të vogël vendas në perandorine me të fukishme kriminale në bote. Pastaj pelkeni, abonoheni dhe shperndagjeni. Nëse Yakuza ka një emër që frimezon respekt dhe terror në tek gjithë Japonine, ai është Yamaguchi Gumi. Dhe nëse kanë gjenë gjeri për gjegjes për transformimin, inje bandet e vogël punëtoresh të portit në sindikaten me të madhe të krimit në planet. Ai është Kazuo Taoka, i njohur si Ariu për zakonin, e ti për të sulmuarsite e armikve të ti gjatë luftimeve. Taoka mori komanden e Yamaguchi Gumi në vitin 1946, duke u bere ojabun i trete i organizates. Nën u dhe hekgjen e tij, Yakuza përjetoi epoken e saj të vërtetë të arte, duke u transformuar në një ndërmarrje kriminale me efikasitet të mërshëm. Taoka ishte një vizionar. Ai e kuptoi para kushto qeter se e ardhemgja e Yakuzas nuk këndronte në mashtrimet e vogla të rrugës, por në kontrollin e industrive të ligshme. Nën moton gjeni një punë të vërtetë. Ai i detyroi vartesit e tij të depertonin në sektoret e ndërtimit, të transportit dhe të ardhe, me i rendesishmesha, të argetimit. Taoka themeloi agjenci talentesh dhe organizoi turne koncertesh, duke kontrolluar jetën e ligjeve me të medhenjtë japonise. Papritmas, Yakuza jo vetëm që kontrollonte logjerat e fatit të paligshme, por edhe vendoste se kush do të kishte sukses në televizion dhe në film. Megjithatë, ky zgjerim nuk ishte pakesor. Vitet 1960 dhe 1970 ishin dekadat me të dhunshme në historinë moderne japoneze. Yamaguchi Gumi nisi një fushate pushtimi kombëtar, duke përvetesuar klane me të vogla ose duke i azgjesuar ato nëse rezistonin. Kjo shkaktoi bombardimet famekeke të Hiroshimes dhe konfliktet në Osaka, kur rrugët u bënë fusha betejë. Të shtenat gjatë e dites, bombat në makinat e vrasjet me katana në vende publike u bënë të zakonshme. Policia, megjithëse u përpok të ndërhinte, post nga disiplina quasi ushtarake e ushtareve Taoka. Kjo epoke u përgjetesua nga regjisori Kinji Fukasaku në serina e tij të filmave Betejë Panderos e Humanitet, e cila përshkruante realitetin e ashper të Yakuzas. Burra që tradtonin njeri qetrin për para, shumë e larg imazhit të romantizuar të samurajt modern. Por, ndërsa gjaku rritte, organizata pasurohej, Kazuo Taoka arriti diçka që dukej e pamundur. Ai krigjoi një strukture piramidale ku migjera. Kobun nga klanet e ndryshme i detiroheshin besnikeri absolute. Në kulmin e saj, Yamaguchi Gumi krenohej me mbidgjet e migje, anetare aktive dhe kontrollonte një pjesë të madhe të ekonomise, se fshehte të vendit. Marrëdhënia e Taokes me pushtetin politik ishte legjendare. Tuhej se ai kishte mbajtur lidhje të ngushta me figurën e Partinë Liberale Demokratike, partia që ka qeverisur Japoninë, po thuajse pa ndërprerje nga periudha e pas luftes. Yakuza funksiononte si muskuli i padukshëm i së gjatëtes nacionaliste. Ata ndihmonin në financimin e fushatave dhe, në kembim, merrnin kontrata fitimprurese për punë publike. Qeveria e shihte Yakuzën e Taokes si një forcë stabilizuese. Persa kohë që ata kontrollonin krimin, nuk do të kishte banda të organizuara ose kriminele të zakonshëm që shkëtesonin qytetaret. Por pushteti absolut i Taokes e beri atë edhe një shëngjester. Në vitin 1972, gjatë një eventi në një klub natë në Kyoto, një anetar i një klani rival arriti të shkelte sigurinë dhe ta kelonte në kafe. Taoka mbigjetoi mrekullisht, por sulmi shkaktoi një spastrim të brendshëm dhe një luftë hakmarrjeje që zgjati me vite. Vdekja e Taokes në vitin 1980 nga shkake natyrore shenoi fundin e një epoke. Pa grushtin e tij të hekurt, Yamaguchi Gumi u thye, duke çuar në luftën Yamaichi, një konflikt i brendshëm që rezultua në qindra vdekje dhe la plagete përhershme në shoqërinë japoneze. Pavarësisht dhunes, Yakuza i kësaj epoke ruajti një imazh të veçantë publik. Gjatë termetit të madh në Kobe, për shembull, anetaret e Yamaguchi Gumi ishin në derë të paret që mberriten në zonat e shkaterruara. Edhe para qeverise, Yakuza shperndau ugje, ushkim dhe batanigje duke përdorur floten, e tajre të kamioneve dhe helikoptereve. Veprimet e tilla përforkuan imazhin e tire si zotërinj ninkjo, burra që, megjithëse gjetonin gjashtë ligjit, kishin gjej angazhim të shenjtë ndaj komunitetit të tire. Megjithatë, bota po ndryshonte. Japonia ishte gati të hinte në vitet 1980, një epoke pasurie të shfrenuar dhe spekulimesh financiare të njohura si fluska. Yakuza, që tashme kontrollonin portet të industrinë e argetimit. Pa në një mundesi,
të artën e tregun e pasurive të paluajtshme dhe në banka. Ata nuk kishin me nevojë për arme për të vjedhur. Tani kishin stilolapsat e kontrata ligjore. Organizata ishte gati të hikte dore nga imazhi i sagjë burrave me tatuazhe në rrugikat e fshehta dhe të behej drejtues me jakete bardhe që drejtonin figjet e ekonomisë globale. Vitet 1980 e transformuan Yakuzen nga një bande luftetareshe rrugën e një grup elitar investitoresh financiare. Japonia po përjetonte mrekullinë ekonomike, një periudhe kur vlerat e tokes në Tokyo u rriten në një masete tile sa ke palati perandorak teorikisht vlente me shume se i gjithë shteti i Kalifornise. Në këtë terbim parash të lehta, Yakuza gjeti miniren e sajtë arrit në sektorin e pasurive të paluajtshme përmes një figure të njohur si Jagea, ose në kësjerres tokash. Kur një kompani e madhe ndërtimi donte të ndërtonte një rokakel, por një pronari vogël shtepi refuzoi ta shiste, ata thirrën Yakuzan. Klanet përdoren taktika të ngasmimit psikologjik, zurmes se vazhdueshme dhe kërcenimeve për të detiruar fëmijët të largoheshin. Pasi toka u zbraz, kompanit e ndërtimit u paguanin komisione astronomike klaneve. Shte vleresuar se, në kulmin e fluskes, Yakuza ishte e lidhur me shumese, pse gjete përkinte kredive të dishimta bankare në Japoni. Ojabunet nuk vishnin me kimono tradicionale, por kostume nga stilista italiane dhe ngisnin makina luksoze evropiane. Ki infiltrim në ekonomine legjitime ishte akitelle sa Yakuza, u bëngje komponent kyç i sistemit financiar. Bankat përdornin kompani fiktive të klanit për te, fshehur borgset ose për te, ushtruar presion më mbi kreditoret e qere. Krimi i organizuar japonez kishte arritur atë që asnjë mafios tjetër nuk e kishte arritur. Pranimin si një partner i domosdoshëm biznesi nga elita e korporatave dhe agjo politike. Në zyrat e klanit, të vendosura ligjerisht përballë stacioneve të policisë. Tani diskutoheshin bashkimet e bankave dhe projektet e infrastrukturës kombëtare në vend të rrugëve të kontrabandes. Megjithatë, vetë besimi i tepërt ishte rrenimi i tyre. Në vitin 1990, felluska ekonomike shpertheu, duke e zhitur Japoninë në një krize që do të zgjaste për dekada. Me rrenien e çmimeve të tokës dhe të sistemit bankar, sekretet e Yakuzas filluan të dilnin nepa. Publiku japonez, ingopur me korrupsionin dhe dhunën që shperthenin here pas here, filloi të ushtronte presion mbi qeverinë. Per herë të pare në histori, shokeria civile tha mjaft. Imazhi i Yakuzas si një e keke e domosdoshme ose një mbrojtës tradicional, u shkermoknen peshen e lakmisese korporatave. Në vitin 1992, qeveria japoneze miratoi ligjin për masat kunder grupeve të krimit të organizuar, të njohur si ligji Botayoku. Ki ligj e ndryshoi logjen për gjithmonë. Nuk ishte me vetëm krimi individual që ndjeshkohej, por edhe anetaresimi në një grup të kaktuar kriminal. Policisë ju dha fukia për të hire në zirat e klanit dhe për të ndaluar qëdo aktivitet biznesi gjo transparent. Por efekti me shkaterrues, ishte presioni shokeror. Kompanite që benin biznes me Yakuza filluan të veçoheshin dhe të penalizoheshin. Yakuza u përpok të lufton të keto ligjerisht, duke pretenduar se ato shkelnin të drejtan e tyre kushtetuese për lirinë e shokerimit. Disa u dhe hekes madje mbajten konferenca per shtip duke denonkuar qeverinë per shkaterrimin e kultures tradicionale japoneze. Por mbështetja populore ishte zhdukur. Qytetaret filluan të organizonin patrulla lagjesh dhe të ngrinin pari kolektive kunder selise se klanit për t'i debuar ata nga komunitetet e tyre. Muri i heshqes kë e kishte mbrojtur organizaten për shekuj me radhe po qahe. Në fund të viteve 1990, Yakuza ishte në tërheqje. Shume anetare të rangut të ulet, duke pare separate e lehta të bumit kishin të redhe se presioni i policisë po mbajtej, filluan të largoheshin nga organizata. Mosha mesatare e anetareve filluaj të rritegjen gjeshem. Të rinjte nuk e shihnin me njëgjete krimi si gjoshese ose heroike. Stili i gjeteses me gjake të bardhe, ube i rezikshem dhe klanet duhaj të këteheshin në hajgje, por kete here në një Japoni shume me pak tolerante. Epoka e pandeshku e shmerise kishte mbaruar. E nësitur nga katastrofa financiare pas felluskes, qeveria japoneze i vendosi vetes një kelim të karte. Timbiste ekonomikisht Yakuzat derisa të mos mbetej asgje. Ata ishin gati të hinin në shekullin e NJ. Nje epoke ku teknologjia dhe legislacioni me dore të hekur do t'i transformonin ojabunet. Dikur të fukishem, ne të përgjashtuar nga shokeria. Te pafte për të kriere dhe detirat me temelore të gjetes moderne. Shekulli i keusite nuk soli mundesi të regja për Yakuzan. Por nje denim me vdekje sociale që ka rezultuar me efektiv se qëdo plom. Ate ke lufterat e bandave nuk munden të arrinin per dekada.
e arriten burokrasia dhe ndryshim rrëngjësor në mentalitetin e publikut japonez. Duke filluar nga viti 2001, tek gjitha prefekturat e Japonisë zbatuan ordinancat e përjashtimit të Yakuzas. Një sere ligjesh që jo vetëm ndjekin penalisht krimin, por edhe e bajnë thjesht bashkëveprimin me një anetar të klanit një krim ose një shkelje të rende. Këllimi eshte vdekja civile e shkelesit. Sot, një burre i identifikuar si Yakuza eshte një i përjashtuar absolut. Ai nuk mund të hape një logari bankare, të marrë një kartë kreditite, me tronditese, të nënshkruajnë një kontrate për diçka aktemelore sa një telefon celular ose sigurim makine. Nëse një Yakuza për piket të fshehe identitetin e tish për të marrë një shërbim, ai akuzohet për mashtrim, një krim ke mbart dënime të detyrueshme me burg. Ka mbigje ekonomike ka shkateruar stilin i gjetes gjoshese të viteve 1980. Klanet nuk mund të përballojnë me banketet luksoze ose të mirembajnë makinat luksoze që dikur simbolizonin statusin e tyre. Ki presion ka quar në një kolaps demografik brenda organizates. Yakuza tani eshte një shokeri anetare të moshuar. Mosha mesatare e anetareve të saj eshte mbi 50 vjeç. Dhe një përkindje alarmante gjane mbi 70 të rinjtë japonese. Të rritur në një epoke digitale dhe me një ndërgjegje shokerore të ndryshme, nuk e shohin me ndërin në prergjen, e një gishti ose në gjeten si të aratisur. Ata preferojnë të bashkohen me grupe kriminale të sorganizuara të njohura si hangure, banda ke nuk ndjekin kodin Bushido, nuk ka në zira fikse dhe gjane shume me të veshtira për tu ndjekur nga policia, pasi ato veprojnë kryesisht përmes internetit dhe mashtrimeve telefonike. Mungesa e trashëgimise brezore ka quar në situata pothuajse patetike. Anetaret veterane të Yakuzas gjane arrestuar për vjedhjen e shalkinjve nga fermat, ose për peshkim të palikëshem për tu uskjer. Sistemi i mirekenje sociale i klaneve, oja bun kobun, që garantonte ke baba i do të kushdesaj për të birin. Eshte prishur sepse nuk ka me para për të ndare. Ka gjoqojnë ndargjen me të madhene historine e koheve të fundit në vitin do itlakans. Yamaguchi Gumi legendar unda, duke i dhene gjete Kobe Yamaguchi Gumi. Kjo lufte e brendshme civile nuk ka kene një lufte për nder. Por një lufte e deshperuar për burimet e pakta të mbetura në një treg kriminal në zdukje. Edhe rituali i tatuasheve dhe jubitsume, një forme vetë gjegjeje, gjane beren një barre e padurueshme. Isha në taret kë përpiken të rehabilitohen dhe të reintegrohen në shokeri i gjajne plaget e tyre fizike një denim të përgjetëshem. Fondacionet dhe mgjeket kanë dale në paduke ofruar hek që falas të tatuajeve me lazer dhe proteza silikoni për gishtat e amputuar, duke i mundesuarish. Yakuzave të gjeshne pune modeste pa u përballur me diskriminim. Stigma eshte ake forte sa ke edhe femigjet, dhe të afermit e anetareve vuajne nga ngacmimet, dhe përgjashtimin nga shkolla ose puna, duke bereke shume, kobun, ish anetare, të braktisin shefat, e tyre për të siguruar, të ardmen, e femigjeve të tyre. Pavarësisht kësaj rënjegje, Yakuza refuzon të duket plotësisht. Disa klane e kanë rishpikur veten si grupe presioni politik ose i kanë zvendosur operacionet e tyre në Azinë Juglindore. Kuligjet gjane me pak të repta. Megjithatë, ndikimi i tyre në zemër të Japonise është një higje e vetvetese me parshme. Kështjellat prej kelki që ata ndërtuan gjatë bumit gjane shkaterruar dhe era hijnore, e modernitetit duket se me në fund i ka zhdukur të fundit të përjashtuar. Historia e Yakuza, se është rrefimi se si një organizate, e lindur nga refuzimi shokeror ungrit në magjate pushtetit kombetar dhe në fundu përpinga vete shokeria që dikur e pranoj atë si një teke këte domosdoshme. Trashëgimia e Yakuzas do të mbetet në kulturën populore, në filmat gangstere dhe në videologjerat, por në rruget e Shinjukuse dhe në portet e Kobeis, heshtja behet gjithnje e me etelle. Dragonjta e tatuazhuar po plaken në heshtje, një kuqtese e një epoke nderi dhe dhune që nuk ka me vend në Japonine e se ardhmes. Ashtë fundi i një epope kriminale që zgjati 400 vjet, duke vërtetuarse, në fund të fundit. As një shpate apo kod gjaku nuk mund t'i rezistoje marshimit të pameshirëshem të kohes dhe ligjit. Me pas beni like, subscribe dhe share. Deri në qetren.